njeriu nga sikleta dhe nga vështërsi. Një nga profetet Allahu Gjalleshanu është Yunus. Ai është duke bërë udhtim nga i fshati ti në një fshati tjetër, është qyteti tjetër, pse i fshati ti nuk kanë dëgjuar njerëzit. Thirrja e tij, ai ka thirrur mbi 50 vit, edhe nuk kanë dëgjuar. Për herë kanë talur, kanë qeshur, atëherë ai është duke shkuar shteti tjetër, qyteti tjetër. Edhe angjel ose profetët Allahu madhruar, ato nuk kanë drejt të largohen nga vendi vet pa ardhur urdhri nga Allahu Gjalleshanu. Por kjo ka menduar, nga që kanë folur 50 vit ato nuk kanë dëgjuar, hajde bëj prova në shteti tjetër, në qyteti tjetër. Edhe kur shkon atje, ai ishte në Iraku sotëm. Atëherë ishte një qytet quhet Nenua. Edhe nga atje ai kalon nga ana Egjipt, shteti tjetër, edhe ulet në Ania për gjatë udhtimi. Kur Ania ikën në mes deti, ka filluar dalët i mëdhaja, edhe ai që ishte kapitani, ai lajmeron që një pesha kemi më tepër. Edhe kemi mbushur një njeri më tepër, duhet hedhemi për tetrën një njeri për të shpëtuar gjithë Ania. Tani është për drejtësi, ta hedh dike kape dhe hedh, pëse njeri është njeriu. Thamin në bëm short, hedhim emrat, edhe pastaj një njeri zjet, cila emrat dhe la të hedhemi, pëse përmbytemi. Edhe Yunusi thot vetën ai që ishte dërguar Allahu, ka menduar doshta unë që kam ardhur pa lejen e Zotit, pse Zoti nuk ka lajmëruar mua që shko qyteti tjetër. Unë isha në fshatin tim, edhe në fshati ai kishte lajmëruar që nëse në 3 ditë nuk pranoni thirrja im, mua ka ardhur nga Zoti që do vijë një dënim, do të ka për të rënë gura nga qiell, edhe ju do i shkatrohet i fshati juaj. Edhe pastaj kjo mërzit edhe doli nga i fshati. Tani ai kur iku ande, të njerëzit i fshati kanë parë re të zeza, zurmi i madh, edhe kanë thënë ndoshta ato që ka thënë Yunusi ka për të dodhur. Dalin jashtë i fshat gjithë, familje, ka fshat, njerëzit, edhe lusin, o Zot, na fal, ne kemi bërë shumë gabimi i madh, që s'kemi dëgjuar Yunusin. Ne duam Yunusit ta dëgjojmë, ai ka ikur nga mërzitja, na dërgo prap, ne nuk dim ku ka ikur. Edhe kërkojmë pendimi. Edhe ashtu Zoti ka larguar dënimin që kishte saktuar. Kurse këtu Yunusi është mes det, edhe ai dihen. Edhe ai thot atij kapitani, hidhe mua. Ja, sa. Ti je njeri profeti Zot, e njeri Zot, nuk kemi për të hedhur ty. Ne do bëjmë short. Jo, tha, unë dihem që unë nuk thot që kam bërë me palajmërimi Zoti erdha. Po sot ndoshta unë kam bërë anë respekti pronari im. Ashtu flet. Fjala du kuptim. Jo, tha. Do të bëjmë shorti. Edhe shorti del emrin Yunus. Ai personi që më tha, shkose Yunus. Jo, tha. Nuk hedhemi. Ai njeri aq i madh. Prap bashkë ngatrohet tha letrat. Edhe prap Yunus. Prap. Jo, tha, ai kapitani besimtar ishte. Sa si të hedhun profeti Zoti. Herës tjetër kur del, sa Yunusi tha, unë jem, edhe unë e di shkakun, nuk është problemi pesha Ania, por problemi unë e di çfarë është, hidhe mua, s'ka problem. Edhe hidhet ai, kur hedhet, atje ishte gati një balena, duke hapur gojan e vet, direkt ajo merr në gojan e vet. Edhe Yunusi ikën në gojan e balenës. Lezer. Mendoni, errësira i madh Allahu tregon në Kur'an. Ai është në errësira det, edhe pastaj errësira e barkun e saj. Edhe Allahu thot në Kur'an, ne kemi dhënë urdhë balenas. Yunusi është amanet. Mos bëj ushqimi jot atë. Ke për të ruajtur aq sa do themi ne. Edhe ashtu Yunusi është brenda. Tani kujton sigurisht se nuk është duke vdekur, ai ndjen që jam i gjallë brenda. Edhe sot në këtë vështirësi çfarë do të bëj? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, ya Allah. Ti je vetëm Zot, ti meriton të adhurohet, ti je i pastër nga gjitha meta. Unë kam bërë gabim, që kam lënë fshatin tim. Ai nuk di që fshati ka penduar. Edhe ma fal. Edhe Allahu jep urdhë balenës, që pas 3 ditë Yunusin lënë në bregdeti.
Po vlezër në 3 ditë njeri si bëhet si familja brenda barku balenës. Se uji është brenda komplet. Si familja. Edhe Yunusi pas 3 ditë. Allahu dëgjon zeri Yunus ku? Në barku në balenës në thelësia ditë. Edhe me njëherë përgjigjet. Kjo është Zoti vlezër. Ai ty të zjerë nga gjitha sikleta, vetëm trego para Zotit që unë jam nevojtar, jam fajtor i Allah. Ma rregullohu, unë jam kesh, ma drejtohu rruga e vërteta. Edhe pas 3 ditë Yunusi, ajo hedh jashtë nga goja vetë. Edhe ku hedh? Urdhi Zoti, është një lloj pema që nuk kemi në Shqipëri, në Arab, edhe në ato vende ka shumë. Ajo pema ka frutat i vogla buta, janë si mana. Fruta, po ai është pema shu në toka, se ai nuk ka fuqi ta merret nga dora. Edhe hedh ajo në toka, edhe gjitha fruta vinë vetë, afër nga goja e tij, ai është duke ngrënë merr forcë në 3, 4, 5 ditë. Pastaj Allahu dërgon engjeli. Yunus shko prapë i fshati jot ku ka ardhur ti palentën. Kur ikan gjithë Yunusi që kishte menduar se ka bërë gabim, se Allahu një njeri që bën pendimi i pastër, vetëm tregon i pastër. Ati Allahu respekton, se Allahu nuk ka dëshirë që poshtron robin e tij. Se ne jemi shumë respektuar tek Zoti, ne jemi krijesa më e mirë, por ne Allahu ka krijuar çdo gjë që jemi duke parë. A ju shifni apo jo? Çdo gjë është në shërbimin ton. Vetëm ne nuk dim në shërbimin kujt jemi ne. Atëherë, Yunusi kur ikan, ishin në fshatin e tij 120.000 banor. Si qytet. Gjithë qyteti kishte dalë jashta. Për pritur Yunusi, ne kemi ngelur për të parë ty, kemi bërë shumë poshtrim me ty, kemi talur. Tani jemi besimtar, gjithë kemi pranuar fe Allahu xhaleshanu. Edhe Yunusi ka jetuar kohë gjatë